Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e premte 2 janar 2026. Dashi. Ju mund të fitoni një sfidë të madhe në këtë kohë të veçantë në jetën tuaj. Prej disa kohësh nuk keni bërë të njëjtat gjëra, dashuria mund të jetë përsëri protagoniste. Demi. Dita është nënshtruar ose plot angazhime, bëni gjërat me qetësi. Dashuria konfliktuale, ju nuk doni të vini në dyshim gjithçka, por sot dikush mund të tërheqë shumë litarin. Binjakët. Atmosferë e qetë në mëngjes. Do të zgjidhni një problem medik që e doni vërtet. Gaforja. Fitnesi lë diçka për të dëshiruar, duhet të kuptoni se është e rëndësishme të ndaloni her pas here. Për këtë punë mund të aplikoni nëse puna juaj e lejon. Luani. Ka akoma mosmarrëveshje ose kujtime të vogla që duhet të fshihen plotësisht. Ju mund të mërziteni për kthesën e dikujt, mos u shqetësoni, një derë mbyllet dhe një derë hapet. Virgjëresha. Një ditë në të cilën maturia është e nevojshme edhe në marrëdhëniet e punës. Maturia në çështjet financiare, disa kundërshtime që mund t'ju bëjnë të shpenzoni para përpara se t'i hidhni me xhep. Peshorja. Ndryshimet që ndodhin veçanërisht në këtë periudhë disa janë favorizuar nga një krizë intolerance, zgjedhje radikale që mund të kenë sjellë kohët e fundit disa mbyllje. Akrepi. Ju e keni kuptuar rrugën e vështirë se cilat janë kufit tuaj. Durim në familje. Shigjetari. Ju duhet të përpiqeni t'i kaloni ditët në vijim sa më qetësisht të jetë e mundur. Është e rëndësishme të bëni plane për të ardhmen si në dashuri ashtu edhe në punë. Britsjapi. Kjo ditë mund të jap edhe disa shanse. Punë me kohë të pjesshme dhe mundësi për të pohuar veten menjëherë, thjesht duhet të dëshironi. Ujori. Në anën emocionale është më mirë, nëse një person që e doni është larguar, mund të provoni një rikuperim. Fat nëse keni kontakte me jashtë ose udhëtoni. Peshqit. Vëmendja për punën gjithashtu sepse propozimet që fillojnë në këtë periudhë mund të jenë interesante. Nëse do të kishte një ndarje ose një problem në dashuri, tani mund të rikuperoni një marrëdhënie që ju intereson ende. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Së shpejti.